Rasti që ka përfshirë influenceren Hatixhe Brika ka marrë për masa të mëdha në rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga temat më të diskutuara të ditëve të fundit. Gjithçka nisi me publikimin dhe shpërndarjen masive të disa imazheve që pretendohet se janë private, të cilat u përhapën fillimisht në aplikacione si WhatsApp dhe më pas në platformat e tjera sociale, duke shkaktuar reagime të shumta dhe debat të gjerë publik. Së fundmi, situata ka marrë një zhvillim të ri pasi është identifikuar dhe fotoja konkrete për të cilën po flitet. Ky imazh që tashmë po qarkullon në mënyrë të pakontrolluar në rrjet, ka shtuar edhe më shumë interesin dhe kuriozitetin e publikut, por njëkohësisht ka ngritur shqetësime serioze për shkeljen e privatësisë. Sipas informacioneve që po qarkullojnë, ekziston dyshimi se momenti është kapur në një ambient privat dhe pa dijenin e saj, çka e bën këtë rast edhe më të ndjeshëm. Nga ana tjetër, Hatixhe Brika ka reaguar publikisht përmes deklaratave të saj. Ajo ka theksuar se bëhet fjalë për materiale të manipuluara, të krijuara me inteligjencë artificiale, duke ngritur kështu një tjetër dimension të rëndësishëm të kësaj historie, përdorimin e teknologjisë për të fabrikuar përmbajtje që mund të dëmtojnë reputacionin e individëve. Influencerja ka bërë me dije se i është drejtuar policisë së shtetit për të denoncuar rastin dhe për të kërkuar identifikimin e personave që qëndrojnë pas shpërndarjes së këtyre imazheve. Ky hap tregon seriozitetin e situatës dhe mund të shënojë fillimin e një procesi ligjor që pritet të hedhë më shumë dritë mbi atë çka ka ndodhur realisht. Ngjarja ka rikthyer në qendër të vëmendjes një fenomen gjithnjë më shqetësues në epokën digjitale, publikimin dhe shpërndarjen pa leje të përmbajtjeve intime apo private. Ekspertët paralajmërojnë se raste të tilla jo vetëm që cënojnë rënd privatësinë, por mund të kenë edhe pasoja të mëdha psikologjike dhe sociale për personat e përfshirë. Po ashtu, përdorimi i inteligjencës artificiale për të krijuar imazhe apo video të rreme po kthehet në një sfidë serioze për shoqërinë dhe institucionet ligjzbatuese, të cilat shpesh e kanë të vështirë të dallojnë dhe të ndalojnë përhapjen e tyre në kohë. Në pritje të rezultateve të hetimeve dhe verifikimeve zyrtare, ky rast mbetet një shembull i qartë i rreziqeve që sjell epoka digjitale, ku kufiri mes realitetit dhe manipulimit bëhet gjithnjë më i paqartë. Ndërkohë, vëmendja e publikut të mbetet e fokusuar te zhvillimet e reja që pritet të zbardhin të vërtetën e plot pas kësaj historie që ka tronditur rrjetin.